السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. الله يستندرشم ne do të fillojmë me një seri të ligjëratave të cilët do ta amortojmë inshallah historia përsëritet. Do thotë se për rahmetit Allahut subhanahu wa taala që Allahu ka venduar zakone në tokë. E këto zakone të Allahut subhanahu wa taala nuk ndrohen. Këto janë zakone të cilët Allahu i ka vendosur në tokë. Edhe shkaku i këtive zakoneve është që toka dhe jeta e njerëzive ec në rahati. Për këtë besimtari nëse merr dhe i shikon që se si ka kon e kaluara dhe të marrë mësim prej asaj. A sikur se të kish bo Allahu subhanahu wa taala çdo vit të ndrojnë zakonet, çdo shtet apo çdo vend apo çdo periudhë të ndrojnë zakonet, atëherë si do të ishin njerëzit të rahatshëm? Atëherë do të humbshin gjithë eksperienca e cilën e ke pas të kaluarës. Ajo eksperiencë që ka kanë në vitin 2024 nuk ban për 2025. Apo ajo eksperiencë e cila ban në Shkup nuk mundesh në Tetov. Atëherë çka do bëvke një lloj çrregullimi. Për këtë arsye ndodhi çka ka ndodhur në historinë islame, është se ajo e cila ka ndodhur dje ka mundësi përsëritet sot. Ajo e cila ndodh sot ka mundësi përsëritet nesër. E kështu do shkojë jeta deri në ditën e Kiametit. Do të ndodhit njëna mbas tjetrës deri në Kiamet. Historia nuk është që vetëm ne të lexojmë edhe të nxitmi apo vetëm të bëjmë hulumtime akademike, por historia, rrëfimet, ndodhit që ka ndodh janë për të marrë mësim. Janë për të marrë mësim. Nëse e shohim se që kjo rrugë me të vërtet të çojë në dështim dhe në humbje, atëherë automatikisht duhet ndalmi dhe të mendojmë. Atëherë këtë rrugë nuk duhet ta marrmi ne. Nëse ti e përdor të njëjtën mënyrë i cili e ka përdor ai para teje, ti ke me dështu. Por nëse e shohim se ç'kjo rrugë është që të sjell dobi dhe nuk kundërshtohet me parimet tuaja fetare, atëherë ti duhet të marrish këtë rrugë dhe këtë eksperiencë që të zbatojsh që ti të ngadhnjesh dhe të korrish fitore. Do të mësim prej historisë është që ne të motivohemi prej asaj e cila ka ndodhur dhe të shohim ato gabimet dhe dështimet që ne të tërhiqmi, mos t'i përsëritmi ata gabimet. Pse? Se rrëfimet janë mësim se Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Me të vërtetë, në ndodhitë e tyre është shkon mësim i bret për ata të cilët që kanë mend, për ata të cilët marrin dhe meditojnë. Do të këtu e ka për qëllim Allahu subhanahu wa taala për Jusufin alayhi salatu wassalam dhe vëllezërit e tij që kanë ndodhur. E Allahu subhanahu wa taala, nëse e marrmi dhe shikojmë, një tretra e Kur'anit është që tregon Allahu subhanahu wa taala rrëfime në Kur'an. Mos kishte pas pesh rrëfimi, Allahu subhanahu wa taala nuk do t'i cekte në Kur'an. Por këto janë që ne kur t'i lexojmë të marrmi, të meditojmë, të hulumtojmë, të përfitojmë, të nxjerrmi dobit prej rrëfimeve, prej ndodhive që kanë dalë, që i nxjerr që ti të
ti aktivizojsh ata dhe ti zbatojsh që të korrish sukses në jetë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Rrafejti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam rrëfimet, ndoshta ata do marrin dhe do meditojnë, do analizojnë. E na do të fillojmë me një ndodhi, me një ndryshim që ka ndodhur në sipërfaqen e tokës në fillim të shekullit 7 të Hijretit. Ky ndryshim që ka ndodhur ka paraqit një fuqi e papritur. Fuqi jashtëzakonshme papritur, të cilën ka ndryshuar matematikën e rrullzit toksor. Kjo ka ndodhur ky ndryshim në veçati në pjesën ku kanë sënduar muslimanët, në veçati në përgjithësi të botës. Kjo fuqi është kon fuqia e tatarëve. Por kjo fuqi e tatarëve është kon e çuditshme se paraqitja e tyre atë shpejt, atë e fuqishme, atë e egër, për kohë të shkurt ka kon për për të çudit. Se si mundet këto kur ka pas fuqi tjera? Si mundet atë shpejt të dale prej dikund një fuqi, edhe të bëhet një grupe të bëhet fuqi jashtëzakonshme, që të sundonte, çka të para të merr në përkom. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Kulillahumma al-malik al-mulk, tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi al-mulka mimman tasha." Sundimi i tokës dhe çelit takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu ja shkul, ja merr postin kujt e doje dhe ja jep kujt e doje. Kjo me të vërtetë është e çuditshme ndodhia e tatarëve. Është e çuditshme se mes me konë që historia i ka vërtetuar ndodhit, numrat, vdekjet, vrasjet, pjesëmarrja në për luftë, me të vërtetë ti thosh s'ka mundësi të ndodhe kjo. Do të thonë se çuditesh, s'ka, është logjika nuk e pranon. Por Allah subhanahu wa ta'ala ka dashur me na tregu neve që ndodhin sandet. Dhe ka dashur me tregu Allah subhanahu wa ta'ala mes tive ndodhive se e kota dhe e vërteta çdo herë do të kenë ndeshje. Dhe ai cili është më i përgatitur ai do të gavnjeje. Ai cili flen do jesë sa ardh në gjumë. Për këtë me këto nuk është qëllimi në të vetë të tregojnë historia, ta jo kanë ndodhur çështu, jo. Qëllimi është kur të lexojmë dhe kur dëgjojmë të përfitojmë prej ndodhisë dhe ta lidhna realitetin me të kaluarën. Kjo ju takon juve, dëgjuesve. Dhe thot, ne do të flasim për një histori e cila ka filluar në vitin e 600 e Hijri. Ne flasim për një histori shumë të kaluar, shumë herët. Kjo që pastaj do ta kesh shumë lehtë të kuptosh zakonin e Allahut subhanahu wa ta'ala në tokë. Dhe do ta shohësh se historia e cila ka kaluar ka të bëjë shumë i përngan të tashmës. Dhe shumë shpejt do të mundesh të zgjidhish detirat, cilët janë shkaqet e humbjes dhe fitores që kanë ndodhur në atë zaman. Dhe të bën ti që të kthehesh më shumë, të lexojsh dhe të mbështetesh Allahut subhanahu wa ta'ala. Paraqitja e tatarëve. Paraqitja e tatarëve tham që është paraqit në fillim të shekullit të 7 të Hijretit, do të thotë në vitin 1203, paravorësisht. Dhe kjo kur është paraqit kjo, në atë periudhë nuk ka pas përveç se 2 superfuqi. Që njënën pjesë gjysën e dunjojës e kanë pas muslimantë, gjysën e dunjojës e kanë pas krishterët, kryqëzatat. Do të paramendoni sipërfaqen të cilën e ka pas muslimanët në atë zaman, ka fillua, do thot, shteti që kanë pas muslimanët në atë zaman, ka fillua prej në perëndim të Kinës, duke ushtri në Azi dhe Afrikë, do thot, deri në perëndim të Evropës të Andaluzit. A kuptoj çfarë territori? Qoshëm qosh. Në Kinë, në Indonezi, në Andaluz, në Spanjë. Çaq territor të madh kanë pas muslimanët në atë zaman.
Edhe pse musliman në atë zaman kishin këtë territor të madh, të jashtëzakonshëm, por situata dhe gjendja e këtij umejetit është shkon e dhimbshme. A kuptuat territorin? Nëse e shihni çka hartën, ç'kjo me jeshil është krejt që kanë pas muslimant. Qoshëm qosh. A edhe pse kanë pas këtë territor të madh, por situata u kone të mërshme, e të dhimbshme. Pse? Territori është koni madh, ushtar kanë pas shumë, por edhe pse kanë pas pasuri, pse kanë pas armë, edhe pse kanë pas ushtar, edhe por e kanë pas një defekt kryesor, janë kont për çat ndërmes veti. A kuptuat? Armë po, ushtar po, territor po, mirësi por çka pas kanë pas? Një defekt. Cili kona ki defekt? Defekti i përçarjes mes veti. Do thot si cili copa në veti. Allah na ruaj. E kjo nësë flasim në aspektin politik, që si e kanë pas se më u konë lëndër mes veti, edhe situata aq keq që u konë, do të thot që në këtë periudhë, do thot kanë si cili ka lakmuar, kanë ta marrë dhe kanë ta pushtoje. Allah thot tilke l'ayamu nudawiluha bejna nas. Këto janë ditët që i ndrojmë në mes njerëzive, me fitore dhe humbje. Situata e muslimanëve në këtë është shkon Khalifeti Abasinëve në këtë periudhë. Do thot e ka pas territor të madh, territor të gjan, e cila do thot është ka pas me dhetra vilajete apo shtete për rreth që i ka pas Khalifeti Abasinëve. Por, për fat të keq, nuk e kanë lyt rolin që duhet si shtet. Qëllimi i tyre është shkon vetëm si të mbledhin pare, si të bëjnë pare. S'ju ka interesue siguria e shtetit. S'ju ka interesue me forcu ushtrin. S'ju ka interesue me ndihmu të varfive. S'ju ka interesu me ndihmu atyre që u ka bo për drejtësi. S'ju ka interesu atyre me ndihmu me këshillu njonin tjetrin, me urdhru në të mirë, me ndalë në të keqen, me u kthi hakin njerëzive, por qëllimi është shkon vetëm i vetës dhe familjeve të tyre. Dhe si këtë post dhe këtë pozit t'ja ulon pasardhësve që i kanë pas, e vlatëve të tyre. Dhe si t'ju ndihmojnë vetëm farefisit të tyre. E qanë konë, halë i tyre konë këtë periudhë, Khalifeti Abasinëve, si me organizue mbrëmje argëtuese, si me dëgju muzik, si me pruni këngëtare, si me pruni valltare, me knue, me këtësie, me u knaqe, që u konderti tyne. Do thot, shteti si shtet, o konë këtë gjendje Abasinëve. Mos flasna që kjo si takon as qytetarit si qytetar, ta humbje kohë në kësi sende të kota. Por, duke lakmuar në pozit, kanë hub khalifetin e madh që e kanë pas. Kjo është të konë në fillim të vitit, do thot të 7 të hijretit. Tjetri shtet që konë, është konë Egjipti, Shami, Hijazi dhe Jemeni. Jashtë Abasinëve. Pas një periudhë të shkurt, që nipat e Salahuddin Ejubit, fillojnë dhe përçahen dhe coptohen në shtete të vogla, pas fitores që e bojnë. Pastaj ndahet Shami prej Egjiptit, ndahet Hijazi prej Jemenit, ndahet Jemeni prej Hijazit, pastaj ndahet Humsi prej Shamit, ndahet prej Halepit, ndahet prej Dimeshkit, Damaskit, do thot si cili bon pjesë të vogla. Pastaj Palestina ndahet në veti, Jordani ndahet veti, gjithë këtë territor të madh që e fitoi Salahuddin Ejubi, e boni një shtet fuqishëm, do thot të bashkoj Egjiptin, Shamin, Hijazin, do thot Hijazi është Mekka, Medina, edhe hin disa Gjidja, disa pjesë tjera, do thot gjithë këto i boni një shtet i fuqishëm, pas vdekjes së tij nipat e tyre çka bon, e coptuan dhe u bon pikë pens. Allah na ruaj. Tre o kon shteti
në Magribit, Marokës, do thot Endelosi që kanë pas emrin shteti i muwahidinve. Edhe ki është shkon si shtet i fuqishëm, do thot prej në veri të Spanjës deri në mes të Afrikës në jug. Do thot territor të madh. Por njësoj ndodh pasi ki shtet i thonë Laqab, o kanë ndodhur një ndodhi që kanë pas një përleshje shumë të ashpër me portogalesë dhe me spanjollët muslimanë në vitin 609 të hijretit dhe këtu kanë humbat forcën që e kanë pas ky shtet. I ka marrë te poshtja. Edhe kanë zonë të ardhë, të dopsu. Edhe katër kanë shteti muslimanëve e Khawarizm. Edhe ki ka pas territor shumë të madh. Para më doni, prej në perëndim të Kinës, deri në lindje në perëndim të Iranit. Do thot territor të gjonë o vëllezër musliman kanë pas. Por të njëjtën kohë, këto kanë pas grushtije të njëri tjetrit. Edhe nuk kanë pas allavzhveresh me njëri tjetrin. Janë ngrinë me njëri tjetrin. Derisa thonë që janë ndiku pa këto Khawarizmit te shizmi. Edhe ka pas dorë sprova telashe, kanë pas luftë me Abasinjet, kanë pas luftë me Salagjikat, Selgjukët, ka pas luftë, do thotë, rregullisht kanë pas telashe. Ama si shtet, o kanë shtet i fuqishëm. Pastaj musliman që kanë pas territorin në Indi, edhe këto njësoj kanë pas luftë në kufi me Khawarizm para këtyre, edhe janë konë çdo herë që janë ndru me njëri tjetrin, nuk kanë ndër rahat, janë nguc me njëri tjetrin. Allah i na falt. Edhe gjashtë o konë shteti i muslimanëve në Faris, në Persi, do thot në Iranin e sotshme. Por këtë pjesë që e kanë pas, o shkon një problemi se kjo shkon gjitet me shtetin khalifatin e Abasinëve që thash që o konë si khalifat, por kjo pjesa ku ka lidh me khalifatin e Abasinëve, këtë e kanë bizotrue një grup i shijave që i thënë Ismaili. Që këto janë shumë fllëqt. Roli i tyre janë, fenë e tyre e kanë paraqit islamin, brenda e kanë pas me zjarputsin. Do thot, kanë besu zjarmit. Tjetër kanë shpreh, tjetër kanë besu pi mrena. A këto janë shumë dinak. Projekti i këtyre Ismailive është shumë i çuditshëm. Janë atentatat, të bimi pareve, të bimi armëve, atentat krijetarve, ulemanve, komandantave, emirave, e kështu me radhë. Kjo plani këtine. Ismailit shket e kanë. Do thotë si grup i fshat i shijave që çdo herë kanë tentu, e këto janë konë bashkë me këto. Këto si do t'ju ndihmojnë muslimanëve suni? Do t'ju ndihmojnë. Kjo do thotë që edhe musliman shtata konë në Turki, në Anadol, këtu që ka pas Alparslan, do thotë të cilët janë konë edhe këto një periudhë të gjatë të cilët kanë luftu me Bizantinjet edhe kanë qëndruar në parimet. E si është e mundshme gjithë ki territor me rahe për kohë të shkurt? A është e logjikshme? Subhanallah. A është e logjikshme kur muslimanët bëjnë mëkate, kur muslimanët bëjnë gjunahe, kur muslimanët ngajnë bas kënaqësive të kësaj dunjoje, kur muslimanët e derdhin gjakin njëri tjetrin, kur muslimanët e tradhtojnë njëri tjetrin, kur muslimanët nuk e mbajnë amanetin, kur muslimanët ja jep një punë se ruan amanetin, se ruan sekretin, nuk e këshirë, nuk e ban, do thotë që shtu kanë konë halli i këtyre në atë zaman edhe kanë ndodhur çka kanë ndodhur pas kësaj. Do thotë kjo ka cila ka? Fuqia e parë e muslimanëve që u konsiderovke si superfuqi. E dyta superfuqi që janë konë krishterët. Edhe krishterët që kanë pas qendrën kryesore në perëndim të Evropës dhe aty prej aty kanë nisë çdo send. Por këto rregullisht prej kësaj pike çdo herë kanë pas luftën me muslimanët. Do thotë krishterët e Anglisë, Francës, Gjermanisë, Italisë, çdo herë kanë bajt luftat e krizatave. Çdo herë kanë pas sulm ndaj Shamit dhe Egjiptit. Kurse krishterët e Spanjës dhe Portugalisë, edhe një pjesë të Francës, kanë luftuar me musliman në Andonezi, në pjesën tjetër. A kuptuat? Një pjesë
maton, një pjesë kanë do të ndalë. Rregullisht do të thotë kanë filluar. Kjo kanë e para. Kjo kanë e para e krishterëve, superfuqia e krishterëve, janë kanë do të thotë perandoria e bizantinëve, një, a kanë mbretëria e Ermenisë, të sotme, është kanë mbretëria e Gjorgjisë dhe kanë principatat e kriqzatave të Shamit edhe të Palestinës edhe të Turkisë. Këto kanë moti. Kjo e funda. Këto janë kanë përqendruar në vendet, në Antaki, në Akan, Trablus, edhe në Beirut e kështu me radhë. Edhe pse do të ka fitu Salahuddin Ejubi luftën për këtyre, por këto kanë betë si vende, edhe kanë qëndru në ato vendet. Por Allah subhanahu wa taala kur ka dashur që Salahuddin Ejubi të fitojë Hittinin, edhe muwahidin të fitojnë në Erk, lufta që kanë shumë e njohur, këtu në shekullin e 6 ju ka kthi pra muslimanëve vullneti. Ju ka kthi muslimanëve që po i marr mi komët kadal. Por automatikisht do thot pas kësaj, pas vdekjes Salahuddin Ejubi që ecekëm, edhe Mansur al-Muwahidi do psohen nipat dhe stërnipat. Lakmia për pozit, lakmia për post, edhe automatikisht coptohen edhe do psohen. Këtu del fuqia e tretë paraqitet, e cila ndron këtë matematikën. Cila fuqia e tatarëve. E kjo kur del kjo si fuqi është e çuditshëm. Se këto që njoft tatarët disa që thonë mongol. El mongol të kanë marrë emrin më shumë për shkak se fisi i mongolëve rrjedh prej tatarëve. Por më shumë njëhen si mongol për shkak Gjenkins Khani që ka dalë, është kon prej fisit të mongolëve. Edhe pastaj pse u kon si udhëhec, atëherë e ka marrë emrin si mongol. Gjenkins Khani është fjalë e cila i kanë thonë pushtuesi i dynjës. Pushtuesi i dynjës do thotë me egërsi, me egër, me dhunë. E dysat e kanë emërtu mbret i mbretave të kësaj dynjoje, ose i fuqishmi. Ki ka pas një qelsi se o kanë gjak pirs, ka dërë gjak pa mas, o kanë një komandant i egër, i ashpër, ushtarak, s'ka dit tut, ka pas aftësi, ka mledh njerëzit me njëherë për rreth vete, edhe gradualisht i ka marrë territoret. Fillon ta përhap, do thot, territorin e vetë. Derisa atë shpejt që e ka përhap territorin e vetë, ka mbrin kufit e ti në Koren, paramendo në lindje të Kores. Prin lindjes të Kores, terin kufi të muslimanëve, do thot të Kinës që kanë bajtur Khawarzimit. Do thot të Uzbekistanit, Afganistanit, Kërgëzistanit, këto. Atë shpejt që e ka gjanua teritorin. Do të të sot të cilat është Kina, është Mongolia, Vietnami, Korea, Tajlandi, edhe disa vende tjera. E ki feja e tyre e Gjenkins Khanit a kanë e çuditshme. Ka marrë një pjesë për sheriatit Allahit, një pjesë e ka marrë për krishterëve, budallëve këtë total, edhe një pjesë për budistave, edhe ka po një fen veti. Edhe ka po një libër e kanë zerë, edhe ka punu me qatë librin. Me atë e kanë zerë librin. E qëfar cilësie ka pas ushtria e ti, është konë shumë çuditshëm. E para, shumë shpejt janë përhap. Edhe një përhapje me tronditse të egër, një. Sistemin e ka pas shumë të organizativ. S'ka guxuar ti me lëviz, kush. 3, ka pas numër të ushtarëve shumë. 4, kanë konë qëndrueshëm ndaj gjonave të ndaj ashpërsive, pa marrë parasysh. I kanë boball çdo sendit. 5, janë konë udhëheci, do thot udhëhecia e ushtarëve është konë e shkëlqyeshme. Kur thonë shkëlqyeshme, s'ka pas mohabet. 6, thuaj se këto pa zemër kanë, hiç me spekon njerëzi. Atë për rahmet që janë kanë. Ato kur kanë nisë kanë dallu mes gruas dhe burrit, mes fëmijës dhe djalit, mes plakit dhe trivit, a shtat zona, ashtu zonë. Ato s'kan këshirë mor, kanë kosit, çka kanë popora. Çështu, pa zemër hiç.
7 s'kan pranuar të bisedë me tjetër kanë. Kur kanë një çdo vend kanë hije me një pretekst. Dojna drejtësi, dojna fe, dojna që shpëtojnë për zullumit. E kush i ka po masakrat? Këto. A me çfarë preteksti? Ja, ne jena drejt, ne mëshirojna, drejtat e kashve, drejtat e grave, drejtat e ktinve, ne çka të dojmë. Kështu kanë i këto, mongol, interesant no? Me çket pretekst sar kanë luftu fejen, do thot me zbatu fejen, drejtsin, edhe njerëzive me i hek për zullumit pa drejtësia çka bëhet. Tejet e kanë pas një edhe cilësinë e tejet e kanë pas te këto s'ka pas besë. Sot ka thonë zgat ma dorën bazdarket ka tradhtue. Çështu janë kon këto. Hajde, a jep besën po, pajtim. Dorët gjap, klopt kam shumë shpat. Hiç se ka pas. Nuk e kanë pas dert të thënë besën. Te këto besa o kon kur nisën të hiç. Këto do thotë janë kon cilësitë e këtyre. Kur njeriu ndalet dhe shikon, normal, çdo ushtri kur nuk e ve shariatin e Allahut në konsiderat, rregullat që i ka zbrit Allahu në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, normal bëhet çështu. Amon kur dhe vensh konsiderat fen Allahu subhanahu wa taala, edhe ti normal ke frikë Allahun. Për shembull, çdo shtet kur u ka çliruar, masakrat janë bë. Dhunimet janë bë. Grabitja e mallit, hakmarrja individuale. Do thonë Siria që u çliru para sa mujve. A keni dëgjuar që u ka bën ai dhunim? A keni dëgjuar në përlajmi që u ka hanë hakmar? A keni dëgjuar? Do thotë, jo, pse se kanë praktikuar me fe. Mos ta kishin pas fejen, edhe ato po si Xhenkis Khani. Pas pare, na kanë vrarë që 18 vjet rritni krejt çka të shifni. Që një fjalë popullit thotë, edhe pulat vritnia. Edhe mint mos ja ulini. Apo, ashtu. Amon jo, Islami është ndryshe. E përket çdo ushtri që e kanë konsiderat fejen Allahu subhanahu wa taala dhe punon me rregullat e dinit të Allahut subhanahu wa taala, do thotë ai nuk bën krim dhe se ka frikë Allahu subhanahu wa taala. Nëse merr luftën e murtedave, çfarë krime kanë bë? Luftën e persianëve, çfarë krime? Luftën e romakëve, luftën e krizatave. Merri rregullisht historinë shije, çdo ushtri ka kalue, do thotë dorët e tyre janë të përlira me krim dhe me masakra, do thotë dhe janë të njëjtë. Do thotë trupat e tyre ndoshta ndryshojnë dhe fytyrat e tyre ndryshojnë, por zemrat janë të njëjta. Nëse nuk e kanë konsiderat çka? Librin Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala thotë atawasau bi bel hum qawmun tagun. Valtat, a mos i kanë rekomanduar këtë njëri tjetrit? Jo thot, por këto janë rebel, këto janë njerëzit këqij, këto janë njerëzit të prishur. Do thot, këto janë do thot tre ushtri të cilët tre superfuqi që është paraqit e treta, do thot e para muslimanëve, forca e krishterëve dhe e treta e tatarëve. Edhe pse tatarët nuk kanë pas histori, edhe pse tatarët nuk kanë pas civilizim, atë muslimanë dhe të krishterët ka ndryshe. Kanë pas histori musliman të mahershme, kanë pas autoritet musliman. Ushtria, khalifati, dhe edhe pse krishterët e kanë ditë që janë dobësu musliman, kanë përçarje me zveti, por e kanë ditë se të muslimant është një çfarë mbjellje e forcës në popullat. Edhe këto e kanë ditë se nëse ka dikush kush ja aktivizon çeket, këto ngjallën. E kanë kuptuar se të musliman, forca dhe besimi dhe ngritja te populli, të zemrat e besimtarve, vetëm a ka kush e nxit, a ka kush e lëviz, a ka kush ja ek plunin, a ka kush i ngjall, e kanë ditë shumë mirë krishterët këtë. Atë krishterët o shkon, si me thonë, edhe këto janë dobësu, por njëtën kohë rregullisht kanë prit kohë pas kohe, si që akmirën muslimanëve. Pse? Se ato kanë pas numër shumë, urrejtje ndaj muslimanëve, edhe rregullisht kanë tentuar që t'i pushtojnë do thot tokat e muslimanëve. Se Allah thot, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddunakum an dinikum in istata'u." Thot ata do të vazhdojnë që luftojnë juve derisa t'ju kthejnë prej fejes të juve nëse ata kanë mundësi. Kurse tatarët që çdam te këto s'ka pas as histori, as civilizim, as gjë. Egërsi, gjakderdhje, ku janë mbështet? Janë mbështet në forcën e tyre, kur gjë tjetër. E kur e kanë pa krishterët Evropës se po përhapën tatarët, e kanë lujt një çfarë loje.
E kanë pasë problemi do të mirën krishterët me tatarët. Se këto thotë s'po këshirin kushan te kanë, këto vesh territor me marr. E çka bajnë? E marrën dhe çojnë një delegacion të lartë prej Evropës në Mongoli, të cilët vetëm një udhtim është shkon 12.000 kilometra me hec në atë zeman. Vesh me shku 12.000 kilometra. Edhe 12 më u kthi 24, apo? Edhe kur shkojnë atje, edhe motivojnë Gjenkis Khanin se si të luftojnë tokat e muslimanëve. Thonë, a dini çfarë khalifeti kanë Abasinjet, çfarë Bagdati, pa e di shka o Bagdadive, veç mos hinshin Bagdad, knaqni, këtë mirat janë të Allahit. E thot, duhet pa tjetër, thot ju, nëse dojni, ati ka pasuri, ati ka këtë, ati ka këtë, ati ka këtë, ja cekin mirësit e khalifetit të muslimanëve. Çfarë mirësie ka ki vend. Dhe bien pajtim, kush? Krishterët me tatarët, këto thonë, nëse ju nisni, neve na kini ndimsa. Dhe ne do t'ja ohjesna logjistikën prej mrejna, edhe do t'ju ndimojmë kur ta kretë nevoja. Kujt ju thonë? Krishterët ju thonë kujt? Tatarve. Dhe këto bindën. A është e mundshme krishterët me tatarët mu pajtue? Logjikisht. Sa është? Se këto kanë qëtërbindje, ato qëtërbindje. A ndodh, pse? Sa nuk kanë bashkuar qifutët me mushrikat në Mekke për kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A nuk janë bashkuar persianët dhe romakët të cilët janë ngrinë ndërmes veti, janë përla dhe janë vrarë mes veti, a nuk janë bashkuar kundër muslimanëve? Që të luftojnë muslimanët? Po. A nuk janë bashkuar anglezët me qifutët për me hinë Quds me marr Palestinën? Po. Do thot, nuk është e çuditshme. Kur të çështja te muslimanëve, do thot, çdo sa ndryshon. E përket këto e motivojnë atë shumë, do thot, Gjenkis Khanin, që të fillon të hije të marrë tokat e muslimanëve. Në kufi, që ka pas Uzbekistanin, Kërgëzistanin, Afganistanin, e kështu me radhë pi Mongolit të poshtë. Gjenkis Khani kujtohet, thot, më unis prej në Mongoli, e me shku në Irak, duhet me kalu Afganistanin, Uzbekistanin, edhe është një sipërfaqe e madhe. E thot, me kalu knejna, me shku në Bagdad, në bas shpinte të të kem shtetin e Khawazimive, që ka Uzbekistani edhe Afganistani, këto do të thot, e këtu do të thot, nuk e kam shpinën të sigurt. E çka ban? Bon një lloj kontrate me Muhammed ibn Khawarzimin. Bon kontratë që ne jena kujshi, jena në megje, jena në kufi, ne jena miqe në një tjetrit, ne asë ngusna një tjetrit. E kanë pas një lloj, edhe pse pespares kanë pas ketë. Por ki çka ban që me mujt me pas një lloj rahatie këtë onën tjetër xhanohet, luftoje që pika muslimanëve, dhe me s'kam telashe. Por problemi më i madh është se tash Gjenkis Khani pret cilla është momenti parë që shme him bela me muslimant. Që shme him bela kur do të më shkel kamën, në mazon parkingin, a duhet diçka me ndodh, se për ndryshe qishtë të dhën kafe mu për lajt, ja, nuk ban. Edhe mendon, por së në gjenë asnjë mundësi. Por që kaderi Allahut, saktimi Allahut, ndodh diçka e papritur. Disa tregtar mongol shin në territorin e Muhammed ibn Khawarzimit, në territorin e muslimanëve, edhe këto tregtar i kapin dhe i vrajnë, i likvidojnë, i vjedh dikush i vret. Këtu nis belaja. E dikush thonë që vramja e këtyre biznismenve, e cila ka ndodh, thonë ka ndodh prej aty përgjecit aty vendit, aty vilejeti që u kanë, i ka marrë edhe i ka likvidue. E kanë thonë pse? Disa prej tyre kanë thonë se janë kanë shpionat e Gjenkis Khanit. Gjenkis Khani i ka thue si shpiona, ta shohën çka ka, dhe për këtë arsye këto i kanë vrajt. Kjo është një mendim. E disa thonë
që kanë lakmu për pasurinë e tyre, për çfarë i kanë vrarë, ja marr pasurinë e tyre. E dy se kanë thonë, jo, këto biznismenë, këto tregtarët i kanë vrarë musliman për shkak se tatarët ju kanë vedh mallin dhe pasurinë në atë pjesën tjetër të muslimanëve, si lloj hakmarrje. E dy sa thonë që Muhammed ibn Khawarizmi ka lakmuar që ta shtoje shtetin e tij ta xhanoje. Në kufi, por thonë kjo s'ka asnjë histori se kur se ka cek dhe kur s'ka dasht. Nuk e ka cek që unë du ta xhanoj territorin me aton. Do thotë nuk ka të bonje kjo me kot. E dysa prej tyre thonë që vetë Xhenkis Khani i ka çu disa shpiona të vet me i vrojnë njerëzit e Xhenkis Khanit që me nis belaja. A kuptuat? Do thotë ka mundsi unë ta bëj sherrin. Knej pi kafe me ti në bazar këta bëj belajen. Allah i na rujt. Plot kaça si sot. Shuni po flas për atë që ka ndodhur, ju shtë analizoni me këto që ka ndodhin tash. S'kam vakt unë të analizoj. Kjo me ket, ajo me ket, kjo me ket. Do të tash mbledhi informata në gogë dhe kur shkosh me flet, analizo. E do thonë që do ka thonë që do thotë plani i tyre kon dërgoj edhe pastaj a kupton i vret njerëzit edhe ty gjë që ka me kivra njerëzit e mi. Edhe këtu niset belaja. Kur dëgjon Xhenkis Khani që ju kanë vrarë tregtar biznismenat e vet, i çon një letër Muhammed ibn Khawarizmit dhe i thot: "Mi dërzon njerëzit të cilët mi kanë vrarë njerëzit e mi. Për ndryshe, kriz belaja." Ai thot: "Unë s'ti dërzoj, pa u vërtetu, edhe nëse i gjikoj unë në vendin tim dhe i gjikoj me shariat Allahit. Unë nuk i dërzoj në vend huj që të gjikon jo me shariatin Allahut." A kuptuat? Dhe do të nëse duhet me i gjiku, unë do t'i gjikoj. Si pas regullave, dinit tem, dinit Allah subhanahu wa ta'ala, unë me t'i dhonë njerëzit e mi, që kanë bo një gabim, ti me i gjiku, jo me ligjt Allah, nuk ndodhë kjo. Dhe kryesorja, këtu nuk u konë belaja konë Xhenkis Khani ka desh me zonë bela. Xhenkis Khani ka prit një sebeb, ose një dyshim, diçka që me thonë, ti ma bone. Edhe këtu fillon belaja e Xhenkis Khanit. Do të këtu fillon sulmi, do të ndaj territoreve të muslimanëve, i cili përgatit Xhenkis Khani dhe del ball me 20.000 ushtar Muhammed Khawarizmi dhe përleshën dhe pas kësaj që ndodhen, a thuhet çka u ndodh? Kush fiton? Pse hiki ki njeri, ki khalifi muslimanëve? Ki burri madh, pse shloj territorin? Çka ndodhi me qytetin e Imam Buhariut? Sa muslimani vrajti në atë moment? Kush kanë kundër me luftue tatarve, në kush kanë pro me luft edhe jo luft? Pastaj, a e dërzuan Samarkandin hoxhallar dhe ulemant? Apo Austria, kush ja u dërzoi Samarkandin? Edhe pse hiki prej Samarkand, pastaj Muhammed Khawarizmi dhe shkojnë territor në Iran. Dhe ku vdi qaj? Pse nuk mor pjesë me ushtrin? Pse nuk luftoj me ushtrin? Pse atë shpejt u dërzue ushtria ati me 50.000 ushtar? Që ndodhi? Pse, cili ishte defekti? Këto inshallah me lejnë Allah subhanahu wa taala, gradualisht, inshallah në ligjërata tjera, do t'i cekmi se si mund të ndodhje kjo. Edhe është e logjikshme të ndodhje, as ushtri, as pasuri, as territor, me 20.000 ushtar që e ka quhet Xhenkis Khani, të trishtohet këtë dunjoja. Dhe pse i lan njerëzit të Bukharës gjallë? Të qytetit të Imam Buhariut, i kanë lënë do vetëm gjallë, për çka ishte qëllimi i Xhenkis Khanit? Pse ato kush shkojnë luftë, në çdo qytet e mirë ke me veti. Dhe çka ishte qëllimi i atij? Inshallah gradualisht do t'i cekmi lojnat e Xhenkis Khanit dhe tatarve që i kanë bo me muslimanët në atë zaman, dhe ne si besimtar tona ndalmi dhe analizojmë gjendjen e ummetit të cilën jemi tash, edhe ajo e cila ka kaluar, se e kaluara ka të lidhjet me të ardhmen, me të tashmen, edhe ka të boje me të ardhmen. Nëse nuk marrë mësim prej të kaluarës, Allah i na dhash khairin. Lusë Allah subhanahu wa taala që Allah i na falë mëkatet tona dhe të na bashkon në xhenetin e tij. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërblet. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.